Rama sot e shpalli veten, zyrtarisht duhet thënë, si kundërshtar jo vetëm në ligjërim, në narrativ të SPAK-ut, por me sa duket dhe aksion. Prandaj dhe i përmendi mandatet, më parë ka përmendur rrogat, përmendi prerjet e flet arresteve si bileta teatri, dhe forma të tjera herë më të dukshme, herë më të nënkuptuara të presionit, madje përmendi dhe fjalën presion, më thonë mua që bëj presion, por unë jam reformatori. Pra në një farë mënyrë ju tha që po, duke mohuar se po ju bëj presion, ai në fakt ishte duke ju pohuar se ju bëj presion, do të vijoj t'ju bëj presion. Pra është ajo parimi i famshëm i moho për të pohuar dhe poho për të mohuar. Lela, nga ajo që vure re në fjalimin e Ramës, por edhe në të gjitha veprimet që ka bërë ditët e fundit në lidhje me rastin Balluku, vërtet në gjykimin tuaj është halli i Ballukut te kryeministri apo për atë çka vjen pas Ballukut? E ritheksoj edhe një herë sot zoti Rama atë jo shprehje, por një informacion që dha para disa ditësh që Balluku ka dhënë 3 herë dorëheqjen, unë nuk e kam pranuar, nuk do të ketë dorëheqje në këtë fazë revolucionare të drejtësisë. Pra, si ta lexojmë këto? Nga njëra anë nuk e lëshon tashmë Ballukun, apo nga ana tjetër friksohet diçka e tjetër përtej Ballukut, se jo, shiko, ndryshimi i sjelljes madje Balluku nuk ishte fare sot e pranishme. Jo, po, nuk ishte për çfarë do lloj arsye, pra po flitej duke sikur subjekti aty ishte Rama, edhe kjo zbulon diçka. Pra e pandehura në këtë rast, e hetuara, ajo për cilën ishte mbledhur ai tubim sot, ishte Belinda Balluku, e cila nuk ishte. Dhe dhe kjo në një farë mënyrë, pra me subkonsciencë e zbulon edhe atë çka po bën Rama. Rama ka marrë përsipër vendin dhe rolin e Ballukut, sepse me sa duket, me sa shihet, me sa kuptohet, Rama më parë ka luajtur në vendin dhe në rolin e Ballukut, qartësisht në rastin e firmës turke, të cilët ju dhuruan 50 milion euro për tunelin Llogaras. Kështu që ky ndryshim sjellje nuk ka si shpjegohet tjetër, sepse bashkëpunëtor të afërt, ndoshta edhe më miqësor, edhe më të afërt ka patur edhe më parë Rama në radhët e qeverisë së tij, por nuk është sjellë kështu. Këtë radhë sillet kështu sepse është duke mbrojtur veten. Është duke mbrojtur veten sepse kur hetimet të vijojnë, pyetjet, përgjigjet të jepen, investigimet të plotësohen, do të dalin gjëra të cilat do të çojnë direkt tek ai. Dhe prandaj unë tash që kjo ishte, ose vijoj të mendoj që ishte një goditje parandaluese e Ramës. Kjo ishte, po themi, në fazën më intensive, po ka disa javë që Rama e ka shpallur këtë tendencë dhe këtë gjuhë të re në raport me SPAK-un. Por për ta përmbyllur me një fjali këtë, Rama nuk ka hall tjetër, nuk ka hallin e Belindës, sepse nuk pati hallin e Arbenit, nuk pati hallin e Sajmirit, nuk pati hallin e Ilirit, nuk pati hallin e gjithë bashkëpunëtorëve, e Qyrbjes, e Dakos, e disa tjerë, se tani janë bërë shumë sa edhe me zimbahen në mend, pra janë një duzinë, që të kishte hallin e Ballukut. Pra ka ndryshuar gjithçka, sepse tani për Ramën gjithçka është e re, dhe e reja është që ai është në qendër të këtij skandali. Pra është e bamja, e bëra, është vepra e tij dhe do i duhet të përgjigjet vetë, dhe prandaj edhe është hedhur në këtë sulm.